e hapte derën edhe Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Dhe donim që ne t'jemi si si varprimi me stafeta, ta dorëzojmë stafetën te Ushtria Shqiptare e Kosovës duke e mbështetur. Dhe s'kem folë asnjëherë, në asnjë mënyrë natyrisht, kur na kanë marrë me një tetor, mënyrat ma të poshtra, ma idiotese që shdinë në për ato bardhomat të tyne milicia serba asaj kohë, bujarin Albinin e Jopsatosin, Ahmet Gecen, Adem Limonin, e shumë tjerë, studentë dhe profesor. Natyrisht, një prej, se thua, shkurthave ty në të radhës ishte në momentin kur na kanë mbledh atë farë diskutimin, se thua, përfundimtar, ai udhëheci i milicisë serbe, po thot zotit Statovci, ju jeni i lirë të delni. Ata donin, se me thonë, me kompromitua dhe rektorin Statovci, me lëshu e Jopsatovcin prej organeve të tuësisë, edhe ne na mojtë dhe një natë, dhe tina mja shu propagandën mrapa, ja, dulë rektori edhe i la studentët mranda. E ke parasysh, sikurse babai kur i len fëmijët në gojtë e ujtë. Paka shumë ashtu, po. Paka shumë ashtu. Rektori Statovci ka qenë kategorik, ka thonë jo, studentët duhet dalin të partë, pastaj unë dali fundit. Ashtu edhe vapru. Kem dalë, pastaj kom pas veshën këmishën e bardhë, ka pas milici prej Nishit, prej Kragujevcit, prej qendrave tjera, prej Vojvodinës, edhe këmisha e bardhë ishte me thonë josh, se di kush je. O dash me bo një trik aty, për balë milicisë, stacionit milicisë, zakonisht kanë qenë ish punëtor të sigurimit, kam hypë shkallëve lartë, të lypë një bishkem gjuhë Shqipe, e kom gjetë banesën një Muharrem Halili, punëtori teatrit, kom trokit nderë, kom thonë, a ban pak ujë me pi, ba e tha që do ujë, thash, a ban mila syt, që mila syt, a ban me pushu pak, që me pushu pak, a ban me nërruk mishën, që nërruk mishën, tha rej krejnë burë që tu, që me bo. Ish pak në marifet, se natyrisht edhe familjat kishin frikë, se na, dhe me thonë, mëra pa ne e vishin në organet e sigurimit, organet e policisë serbe, edhe po duf kemi rujt ata, po duf ke dhe mund gjinë për veti, mënyrë që me hek mishën aty për aty dhe pastaj me shiku që ka o bo, kem dalë edhe kam taku taksisët, sepse kem pas marrëveshje me shoqatën e taksisë dhe me shoqatën e furtarve, atë dit me shërby falas, edhe buk me dhon falas, edhe taksistët me falas me ofru transport për protestuar. A mobilizimi i krejt njerëzve kush mobilizimi ka i shoqatave të gjitha, edhe roba qepsat, edhe tregtarët, shitësat e pazarit e se cili njerë, se cili institucion, se cili organizëm e shqiptarve ka qenë i mobilizuar. Pastaj kam dalë, kam taku Bujar Dugolli, Bujar ka qenë i rafun, kam shku në banesën time, është interesant, nuk kanë kalu, banesa ime ka qenë në aktash, diku një farloj përdhese, pa dritare, një farloj podrumi, nuk kanë kalu gjysore, kur